Unë mendova që ta vazhdojmë klubin e librit me Shtëpia e kujtesës dhe harresës dhe Filip David, edhe pse është një libër që nuk promovohet gjerësisht, edhe shumë njerëz nuk e din fare që është shkruar. Mua ma ka dhënë një shok dikur, rastësisht, dhe e kemi diskutuar. Agim Baçi, që disa prej jush mund ta njihni se është edhe kritik letrar, edhe gazetar i njohur. Dhe e dija që ishte një libër jo për të shijuar, kështu si një libër plazhi apo ku diun një histori që mbaron mirë nga ato gjërat, po kam menduar që është një libër që kemi nevojë ta lexojmë. Të paktën një herë. Unë e kam lexuar për 2 herë këtë radhë për këtë, dhe po krahasoja se çfarë gjëra kishin mbetur me mua nga leximi i parë. Edhe sigurisht njeriu harron shumë nga gjërat që lexon. Fjala vjen ato, po them, abstragimet që mund të ketë autori, apo kur flet për ndjesitë e njërit apo tjetrit, apo kjo përleshja me të keqen, kujtesa, harresa, po historitë njerëzore që janë aty brenda, mendoj që janë shumë të forta. Edhe janë shumë, domethënë se të natyrës njerëzore. Edhe të mos kuptimit të ca gjërave që ne bëjmë, se të gjithë vijmë në jetë njësoj, jemi pak a shumë njësoj, gjenetikisht njeriu dhe macja janë 98% njësoj. Imagjino pastaj njeriu me njeriu se sa afër jemi ne në krijim, domethënë në qenie, dhe arrim të bëjmë njëri tjetrit gjërat më të pa thëna, të pa përtypshme, të pa përfitueshme. Dhe një njeri normal, siç e konsiderojmë ne se çfarë është normal, se edhe kjo mendoj që është kështu lëvizëse në bazë të rrethanave, nuk do t'i bënda ato gjëra. Unë kam parë një dokumentar më vonë se të lexoja këtë libër, për shembull, që shumë nga ushtarët ose ushtarakët, duhet të them gjerman, që ishin në kampet e përqendrimit, që kryenin këto akte vrasje masive, po flasim për 6 milion njerëz në total, nuk ishin ushtarak me profesion. Ishin infermier, mësues, muzikant, ishin civil cilët u veshën, dhe këta ushtarakët shkonin në luftë, ishin në Rusi, ishin në Francë, ishin për këta që shkonin në kampet e përqendrimit, ishin njerëz si unë dhe ju, ishin njerëz të përditshëm, në gazetar, ata i rekrutuan ata dhe thanë, ju keni këtë detyrë në shërbim të Führerit. Dhe ky kapërcimi i këtyre njerëzve nga ky profesion normal, po themi kështu, në një mizori shtazarake të pa përshkrueshme, kërkon shpjegim. Domethënë, si ka mundësi që këta njerëz që deri dje mund të vitin fashët në spital se ishin mjek, tani ktheheshin në. Kështu që unë kam përgatitur një seri me pyetje për të na orientuar pak në temat e këtij libri. Fillimisht, kush është Filip David? Filip David është autor i njohur në Serbi dhe ka reputacion. Unë nuk e dija para 4-5 vjetëve, ndoshta pak më shumë, kur e kam lexuar këtë libër herën e parë, që kishte ebrej në Serbi. Dhe po kishte një komunitet ebrej, jo të vogël në Serbi, dhe gjëra që ndodhen në Gjermania, Polonia, apo ato kampet e ato getoja, për shembull në Varshavës e këto, ka ndodhur edhe në Beograd. Është diçka që ka ndodhur aty. Kështu që ky është një autor që i kushtohet, kam përshtypjen që kur ti kalon përmes asaj përvoje që kanë kaluar këta, është e pamundur pasaj që fjala vjen të shkruash për aventura me pilot apo me këtë gjë. Domethënë ajo bëhet aq thellë brenda teje, saqë është e pamundur që të dalësh për te. Dhe mendoj që kthehet në një mision jete. Po pyetja e parë që kam për ju është, do të thënë që librin e kemi lexuar. Si mendoni se ç'a mendoni për kujtesën në këtë libër? Se ka një dilemë. Është më mirë të kujtojmë edhe të vuajmë, apo të harrojmë dhe të shpëtojmë nga ky hall më. Unë do të thënë që gradit tek 114. Edhe thotë që kujtesa mund të shkaktojë dhimbje të mëdha, por mendoj për një moment sa lehtësuese do të ishte që ato dhimbjet e thellë që ruante në kujtesën e vet,
nëse nuk do të kishte ekzistuar dhe nëse kujtesa do shuhej për atë kohën e erët, po është shqetësuese, ka përbindshme, që përbën në fakt një pjesë madhe të jetës së tij. Për çfarë do ishte ai njeriu pa kujtesën, pa dhimbjen e thellë. Dhimbja ishte gjithçka, si ai vet. Pa të dhimbjen nuk ekzistonte. Unë jam idenë e kujtesës, se sado eksperiencë Të shfaqet 115. 115, po. Sado eksperiencë të tërësuese që njeriu mund përjetoj me vete, po nga ato janë pjesë e identitetit. Dhe se do të përpiqemi ta mohojmë, çfarë do jemi ne pa to. Se nëse ndodhin ato na vin kuptojmë edhe vlerën e njerëzve, edhe të vetes tonë, edhe të kohës, edhe të emocioneve të përjetimeve të bukura, ashtu si dhe janë asjellta. Dhe unë mendoj edhe një humbi që ne përjetojmë dashuri e përfunduar, një vdekje. Të paktën na shërben si një mesazh që njeriu tjetër mund ta afër të parën një çdo aspekti, të dimë si ta vlerësojmë dhe ta përjetojmë më ndryshe, sepse taking things for granted ka një përfundim jetat. Ti marrësh si të mirëqenia që. Shishë. Më thënë që ta përsëris edhe një herë. Dhimbja ishte gjithçka, se ai vetë Albert Weissi pa të dhimbje nuk ekziston. As ata që ishin më të shtrenjtët për të. Si identitet. Si që është historia për kombëve dhe historia e njerëzve. Dhe sa që ishin e bajë dhe malit, ka i dhe jo. Qa jemi. Që sa do letësu se mund tjetë dhe një haresa. Do ishin për identitet. Më ishte vetë, ishte dhimbja, ishte ai vetë. Çdo njeri mendon që përfaqëson në një farë pike kujtesën, sepse gjithçka që na ka ndodhur që nga fëmijëria deri tani jemi vetë ne, pra kujtesa jonë. Kështu që është e pashmangshme. Edhe autori thotë në faqen 69 me që nisëm me faqet që ajo që jeni tani dhe roli që luani u janë dhënë që në fëmijëri dhe me këtë fakt duhet të pajtoheni. Dhe unë kam pas gjithmonë këtë ide që njerëzit janë ato që janë, është kohë përpiqesh të ndryshosh ose është shumë e vështirë që të ndryshojnë, domethënë. Formimi i fëmijëri, po dhe gjatë jetës kalon një gjurmë aq të fortë, ndoshta një traumë akoma më e madhe ose një përpjekje vazhdueshme me shumë vullnet mund ta bëjë që të marrë fesë ose ndryshoj diçka te vetja e tij, po në përgjithësi masa mendoj që ashtu mbetet, siç është, nuk duhet të se ka dhe plot njerëz që mundon të ndryshojnë tjerët ose t'i përmirësojnë, po. Qofse ti vetë nuk e le këtë vullnet të brendshëm dhe duhet një punë shumë e madhe të ka përcesh këto gjurmët e fëmijërisë ose më tej. Jam deri diku dakord me atë, pas edhe plotësisht në kuptimin që vetëm se mendoj këtë gjën që kur jemi të fëmijë, jemi më të pastër. Jemi pa në një fëmijë del dhe lagurish në rrugë, sepse është okay. E ke parasysh? Nuk i kemi ato kornizat. Po, nuk kemi ato nuk akoma si mi futur në për këto kështu. Edhe i thot gjërat siç janë. Ky gjallë që ka hundën e kuqe. E jo gjëra që ne nuk i themi, apo ku diun. Sepse është pa frena, pa filtra, është i lirë fëmia. Edhe i pastër, se nuk e ka me të keq. Atë pastaj fillojmë na veshin 1, 2, 3, 5, 7 pisha forcë, domethënë dhe ti fillon edhe dhe unë mendoj që ndonjëherë njeriu kur ne takojmë të rritur, jo se s'është i mirë, po është kaq i pendosur në kaq shumë gjëra që mund të kenë ndodhur gjatë jetës së tij, sa që ka humbur atë formën që është aty. Po do të dish t'ja nxjerrësh, domethënë ndonjëherë. Nuk ja ndryshon dot, ai e ka atë. Ai ka mbuluar, e ka maskuar, e ka bërë. Por nëse arrin, po, Që ka marrë ato. që i heqi këto format e tjera, dali aty ku ishte, se ne vim shumë pastër në botë. Vim të mirë, domethënë. Po kjo është edhe një shprehje që thotë bie dakord, nuk e mbaj më kush e ka thënë. Po është e bukur thotë fëmia është babai i burrit. Po. Fëmia është babai i burrit. Mendoj që komandosh. po si kujtohet se kush e ka thënë. Që do thotë që po, që ne jemi ajo që jemi fëmijë, dhe si ndikojmë në fëmijë është çfarë bëhemi kur bëhemi burra dhe gra më vonë. Nuk është definitive, sigurisht unë njoh njerëz nga fëmijëria që kanë ndryshuar shumë me rritje, disa për mirë, disa për keq. Domethënë nuk mendoj që është definitive, por një rol të madh ka fëmijëria. Unë mendoj se është baza e gjithçkaje në fakt. Nëse ti ke kaluar një fëmijëri me trauma, është shumë e vështirë thuaj se pa mundur që ti për shembull
ti je një njeri që shep dritën në gjithçka kur të rritesh, sepse ti je mësuar për shumë vite, atëherë kur ti merr formimin në gjithçka, kur janë ato 4 etapa të bazë të formimit të karakterit dhe temperamentit që terminoshin 8 vjeç, e ke shumë vështirë pastaj nëse ti je mësuar gjithmonë të kesh errësirën që sepse ti je servirur, të servirur ajo mënyrë të menduar që të është induktuar aq thellë, që ti ke shumë vështirë të dalësh nga ai, sepse ti është një botë që ti nuk e njeh. Pra si dish ti si është jeta në kin kur ti s'ke qenë kurrë. Kështu mendoj se shumë vështirë të bëhesh një tjetërsim 180 gradë, 360 gradë në fëmijëria. Dashur pa dashur do dalësh prapë. Se ti ashtu je mësuar që të sillesh. Është shumë nervoz. Po. Më tepër më pëlqen mendimi që ndave për ta plotësuar, domethënë në lidhur edhe në pjesën e kujtesës, që shumë nga traumat, edhe nëse ti vetë nuk e ke kaluar, ka studime që thonë që edhe nëse prindrit ose gjyshrit e tu ka kaluar, edhe ti përjeton sikur ti kesh kaluar këtë. Dhe në këtë kontekst edhe është kjo kujtesa e cila trashëgohet që të ndikon krijimin e identitetit tënd. Shtuar eksperiencë. Ka dhe njerëz që besojnë të jetë të shkuara dhe mendojnë akoma më tej që edhe ato kanë ndikimet e veta në frikrat tona ose aktet që kemi. Kështu që teza ka. Edhe pastor Artini ka thënë një shërbes, për shembull thoshte për eksperiencat e fëmijëve që kanë qenë në jetim, që dhe kur rriteshin te ka treguar historia të fëmijëve me bukë që vazhdonin të fshinin bukën edhe pse ishin rritur, sepse ishin mësuar që për sa kohë ishin jetimare, që do ta fshinin se kishin si mjet për të jetuar apo jo. Që ta përfshin. Pastaj midis të kujtuarit dhe të vuajturit dhe harruarit dhe të lehtësuarit. Tash si jam pastor, për që jam pjesëmarrës. Shiko, Altina. mendoj që kujtesa është e mirë për sa kohë na mëson diçka. Nëse ngelim të lembrapa, sepse mund të kesh kaluar një fëmijëri ose një situatë shumë vështirë, dhe se rimandja vetëm aty do të sfogloj. Por që mësim për të zhvilluar, për të rritë, për test për para, janë më qënë, që mendoj që njeri ndryshon. Ndryshon shumë. Tash një pjesë e vëna nuk ndryshon, se është ADN-ja deri në 4 breza, sa është ADN-ja. Marrim vuqe, sjellje, kujtime, gjëra. Por A që është nuk e di, 4 breze? 4 breza. Më që 4 gjyshi mund të ketë pas një huq që e trashëgojmë. Më shumë është mënyra që menduarit më duket e trashëguar. Ndoshta mund të ketë bëjnë sepse Që ai që nuk ndërpritet kur, nëse të veprisi organizacione Ndryshon në trajt, po hollohet. Këtë problem kam në kujtesën. Këtë që ke thotë Altini, se jam shumë dakord me gjithçka u fol, ai se mos për Albert, ishte identiteti i tij. Po, natyrisht më keni një pyetje. Çfarë do të ndodh nëse kjo kujtesë e Albertit nuk do ishte kaq e dhimbshme gjithkohës, por da të kthyer në forcë këtë gjë. Edhe ndoshta do ishte shkruaj, do ishte botuesi ai i tij, e kupton? Varet se ku njeriu do e gjej atë forcën dhe si do e gjej forcën të rimëkambë. Sepse jam dakord që kujtesa është dhe fëmijëria është një stat shumë i rëndësishëm në jetën tonë. Por nëse qëndrojmë gjithkohës tek ajo, si do krijojmë identitetin tonë me të ardhmen? A do e krijosh identitetin tënd me atë që ti ke qenë, fëmijën tënd, dhe do e lësh atë traumën të mbajë gjithë jetën peng, më kupton? Nuk po pëlqen kjo gjë. Në këtë rast, kujtesa vinte edhe në një formë obsesioni, do të thënë ti i kishte ngel në një moment, nuk bëhet fjalë për një kujtesë që përfshin shumë ngjarje apo histori. Ai kishte ngel te momenti kur kishte humbur Elian. Edhe atë zhurmën që dëgjonte të trenit, pra gjithçka lidhe me atë çast. Dhe gjithë jeta e tij duke se u kishte ngec. Me pengu i madh, i pengu. Patjetër. Po. Aty në libri pa që thoshte që kujtesa është më e dhimbshme se çdo harres. Por pjesa tjetër ishte që kujtesa është kusht për ekzistencën. Pra, domethënë në momentin që ne vendosim harresën në peshore dhe japim më shumë peshë se kujtesa, i vjet vetë në kusht ekzistenca jonë. Dhe domethënë duke parë gjithë vujtjet që kishte kaluar personazhi, e pash që ai problemi nuk e kishte me vuajtjet, por e kishte me kosinë e vuajtjes. Pra në momentin e zbuluarit përse ne vuajmë. Momenti që ti kupton arsyen pse vuan, ajo vuajtje është ndërrohet në një
kalon në një tjetër kontekst. Ndërsa njeriu futet në atë botën e herët ku nuk kupton kot si nevojë, pse ndodhi mua kjo, pse më erdhi mua kështu ose pse ika unë atje. Momenti që zhduket ajo kotësia e vuajtjes, atëre ti kupton më shumë për rolin tënd edhe pse ngjarjet kanë ndodhur edhe cili ka qenë synimi që ato ngjarje kanë ndodhur. Po, jam dakord me këtë. Nuk kam opinion gabuar, mendoj, janë thjesht mënyra si shikojmë gjërat. Përfitironi sikur është një film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, quhet, me Jim Carrey, me që e përmendëm Jim Carrey fakt më herët bashkë. Edhe ishte era dytë sot se ma ka përmendur njëri tjetër, i për të njëjtën video që ishte për pasuri. Te ky filmi, për të rënë shkurt, një çift ka mësuar një traumë. Humbin një fëmijë se kam shumë kohë që kam parë, dhe vujnë shumë. Këtë dhe ka pak fantashkencë brenda që u jepet mundësia që të shkojnë ta fshin kujtesin. Të harrojnë që ky fëmijë ishte. Sepse po vujnë shumë, edhe duan më mirë të harrojnë që kemi pas një fëmijë bashkë, edhe të vazhdojmë jetën gjithë ekzistencën e partnerit që kishin. Edhe ekzistencën e gruas e burrit, domethënë mos jemi njohur kur bashkë. Me që kjo përfundoi në një tragjedi që ne po e vuajmë, le të harrojmë që u takuam ndonjëherë edhe zota din fare. Dhe kështu dhe me le, domethënë ka një paralele me këtë që më mirë të harrosh fare tash dukesh. Po ai thot aty Albert Weissi te ajo që është do harroj edhe ata që janë më të shtrenjtë për mua, se ata janë të lidhur me atë dhimbje. Edhe janë nga i vinte edhe ishin familja e tij, ishte Eliau derisa të vdes. Domethënë një fëmijë që ishte 2-3 vjeç në kohën kur vdiq, ky është një burg plak tani që po e thoj. Edhe është sigurisht që është shumë e vështirë, domethënë dilemë kështu që patjetër do që ta ngresh të barrën, të ecësh përpara, nuk diskutohet, ta kthesh në forcë, se i kam pëlqyer këto terma sot. Por është e lidhur edhe është me dhimbje, dhe kur është me dhimbje është sikur se ata merret me fëmijët që vinë me sindromin Down. Kishim sot Ata është nusi. 6 po. Është qendra Jonathan që përkujdeset dhe ndihmon familje që kanë fëmijë me sindromin Down. Dhe kishim 8 medalje në Olimpiadën dimrore me 6 atletë. Dhe unë po mendoja sot për kisha të gosën aty, ai kishte marrë 2 medaljari. Se ta prindër domethënë se të vjen ky fëmijë me këto nevoja. Edhe janë net pa gjume, halle, shpenzime, grije, çoje, bëje. Po është shfati jot. Thonë stoi këto është amor fati. Planoje si të vjen. Ai që vjen është ai që vjen. Ti do i qëndrosh atij fat. Edhe nëse ti e pranon me kokën lart që ky është fati im me dinjitet, mund të vi shumë i mirë, i begat qoftë, po jo gjithmonë. Edhe do mua më kapi një kështu dritë e zëri sot aty për ata prindrit, ata janë kampion. Për te fëmijëve të tyre, domethënë edhe mbështetja këtu është minimale me sporadike me 2-3 qendra e tjera, por mund të bëjmë më shumë. Kështu që unë kam humbur njerëz shumë të shtrenjtë. Edhe jo një, më shumë. Edhe më dhëm, edhe e vuaj vazhdimisht, domethënë këtë gjë. Është pjesa e imja, por nuk dua të harroj. Se nuk domethënë do ishte sikur jeta ime ishte e pajetuar, është e rëndësishme mendoj, është edhe pjesa e kush ne jemi. Harres jo. Kujtes duke lënguar, duke lëpir plagën, duke e kthyer. Kam pas një shok për shembull që humbi mamin, një moshë të re me kancer, dhe ishte një çun i mrekullueshëm. I mirë, i bukur, babin doktore, mamin doktoreshe, të gjëra, dhe e përdori pasaj këtë vdekjen e mamit si një justifikim, dhe kur e kam takuar herën e fundit, e kishte rënë dëmbët nga heroina, do të filloj një rrugë, se unë kam qenë aty afër tij, jam munduar shumë ta mbaj, dhe ai atë humbjen e mamit e ktheu pastaj me një arsye për ta vrarë edhe djalin për s'dyti, domethënë se ai burri vujti ball me gruan, po edhe djali mori një rrugë shumë të rëndë. Edhe thoshte që kjo ishte gjëja që
As për këtë nuk flam, që kujtesa një gjëje të përdoret për t'ia varë. Po. Po mendoj se në të gjitha rastet për njeriu përjeton umi kaq më dhaja është esenciale suporti. Jo i domosdoshmërisë të gjithë njerëzit, sepse njeriu, ka nevojë për njerëzit, po nga ndonjëherë ka nevojë edhe për dikë. Mjafton vetëm një stren, nuk ka shumë rëndësi shumë e përlonur. Dhe këto janë ato momentet kur përjetojnë sfida aq të mëdha se të ke nevojë që thot brenda vetes por se ne themi fjalë goje do doja ta harroj, do doja sigurisht shumë. Dhe po thënë brenda vetes do doja ta bëj. Këto janë situatat ku realisht tani një person që ke për zemrën një mjafton për mendimin tim. Është super esenciale. Është realisht burim forcë. Sado i fortë të njeriu gjenetikisht e ka thënë brenda vetes si kur ato denonin edhe për ta hequr dorë dhe për të çuar drejt rrugësh askush nuk e dën të kalonte. Sepse po ta di se si përfundoi s'dani atë ti futet pasaj rrugë, por që në këtë rast është më nevojshme. Pra mia në person. Që realisht të duan dhe të kuptojnë se s'ka shkëndijë. Ka njëri gjë tjetër për kujtesën? E keqja. Djalli është pjesë. Siç e kam lexuar unë, se ishte edhe ky obsesioni që kishte David Levi që të gjente kuptimin e të keqes, mbit ato artikuj, e keqja këtu, e keqja aty, gruaja vrau, fëmijët dëgjojnë, tërërër. Në këto gjëra ne i dëgjojmë hap televizorin edhe çfarë mendoni për të keqen? Si e lexuat këtë? Është dhe për është një instrument. Inteligencën dhe Shqetësën e pache, është një pyetje si dilemë retorike që është Filip David shkruan edhe thotë përpiqen të zbulojë se përse ka kaq shumë fatkeqësi në fat një njeriu, se si në këtë jetë të qetë dhe të rregulluar ose një i hym kjo kohë ngatruar, ndërsa jeta u bën çdo vlerë. Prej nga vjen fshil gjithë kjo keq është përmbledhur gjithçka, pastaj të hiqet duke lënë pas vetes në shkëlqyer të njeriu dhe në gjithçka rreth tij. Është një lloj dorëzimi ndaj të keqes në këtë roman. Të sigur supozohej që e mira ekziston, por ndoshta në një botë tjetër, jo? Edhe mendoj që në gjithë romanin, dhe hulumtimi që bëj ishte përgjetur origjinën e të keqes. Përgjithsisht hebrejt e kanë këtë dilemë, mbitet në raportin me besimin, po flas në kohën kur ka ndodhur këto ngjarje, që përderisa ne na ndodhi një gjë kaq e fuqishme, a ekziston në vërtet Zoti, domethënë e kanë bërë këtë pyetje ishte edhe në libër. Dhe mendoj që dhe mungesa e besimit ndikon shpeshherë që njerëzit fillojnë akoma më shumë të e keqja dhe të mos kenë një përgjigje. Se ai që beson, ndoshta ai gjen një përgjigje. Mendoj që kjo ka një ndikim. Janë një popull disi pesimist më njëherë. Pavarësisht unë nuk mendoj që janë vetëm hebrejt që kanë mësuar nga historia, se ne kemi në Shqipërinë 45 vite në komunizëm, shqiptarët spionuan dhe pranë njëri tjetrin. Kështu që ka shumë popull që kanë vuajtur dhe kanë pas disfata ndër vite. Okej. Sa mendoj që në rastin me Shqipërinë për shembull nuk është blank, se ne ishim me keqja vetes tonë. Nësa e brejnë të marrën dokumentare që... Akoma më keq, pra akoma më keq. Se dhe të stanë vazhdojmë, kemi qenë jemi dhe domëzim tjemi, këtisisht, po. E brejnë, thotë në nëse atë dokumentare se kështu praktikisht ata u rruen, sidomos e tjerë se kështu, në ftet nuk se bërën diçka, ata praktikisht edhe në fundi botës, arritën të europianët, dhe në përmes biznesve të tyre të rritë marrë çfarë bërën, arritën që të mësoni vetë. Dhe Hitleri me shokët e vetë, djemi një farë gjelëzije dhe zilje se si vinë kuj huaj tek ne, praktikisht ata u rrujnë pa bërë një gjë, se nuk është prish në një rregull në shoqëri, ata thjesht i arritën të ngrinin në shtëpitë e tyre në toka që çfarë përkisin. Se dhe afrikanët ka shumë mendojnë që diskriminimi ndaj tyre ka qenë pa bërë diçka. Prandaj s'flasim. Prandaj që ka shumë popull dhe historia njeh shumë raste të tilla diskriminimi dhe urrëtie. Shiko, patjetër. Ka një shprehje që thotë që paqja janë periudha të shkurtra midis luftrave. Në gjendja konstante e botës është lufta, me ndërprerje të vogla paqeje midis. Ne kemi jetuar në një epokë të jashtëzakonshme pozitive për njerëzimit. Do të thotë që një luftë botërore nuk e kemi patur apo sepse tani edhe teknologjia ka arritur aty që lufta, siç thot Einsteini, lufta
nëse bëhet e treta, e katërta do bëhet me hunj. Se s'do ketë më as vida më pas të tretës, po duke cituar bombën atomike në këtë rast. Po një gjë si ajo që ndodhi në luftën e dytë botërore nuk kishte ndodhur një herësh në njerëzim. Ato lloj fuqie, ato lloj zjarri, ato lloj vdekjeje. Vetëm në Rusi ishin 20 milionë të vrarë. Në flasim për 6 milionë në Hebrin se ishin dhe civile dhe ishin Ishin shumë shtete kundra një popull ose një grupi. Po do të them edhe gjermanët vdiqën shumë, edhe amerikanët vdiqën shumë, edhe japonezët vdiqën shumë. Edhe shqiptarët nda kemi egzageruar, po thoshin, në shimrat e fundit. Ishin 8.000, bëm 28.000, po kjo është për historiana, po nuk e di. Po do të them që sepse e ndjej që jetojmë në kohë gjithashtu të pa qëndrueshme. Tani ardhja e pas luftës dytë botërore, Bashkimi Evropian, për shembull, që u bë edhe për bashkë Gjermaninë dhe Francën, se ato ishin potencialisht shpërthyese kundra njëra tjetrës në vazhdim, ka prodhuar një periudhë paqeje dhe rendi botëror, po themi ku tani po flasim për drejtat e njeriut, për drejtat e grave, për të LGBT-s, po duan të gjithë njerëzve që janë, domethënë flasim tek edhe për dinjitetin njerëzor, domethënë që çfarë është krijesë e Perëndis, opinioni im ky, është krijesë e Perëndis. Dhe është njësoj, nuk e di se nëse Zoti një që është me ngjyrë do më shumë apo më pak se mua që jam, domethënë këto janë patjetër që jemi një racë. Nuk ka raca njerëzore, jemi një racë. Ne, njerëzit, jemi humanët, domethënë dhe po ai më ndihmon pak këtu, ai e misticizëm të keqes. Më nuk është një keqe natyrale si e tigrit që se tigri ha një kec edhe mbaron punë, është një kopur, pastaj po kaloj keci tjetër e më së flegjum se e ka vetëm për të ngrënë, nuk e ka për të bërë keq në vetvete, ai thjesht zbaton natyrën. Ne trajton të keqen si një gjë jashtë natyrës, do të thënë jashtë njeriu, jashtë çdo gjëje, si një forcë që e pushton thuajse njeriu dhe ai më pas nuk është më në gjendje të kontrollojë veprimet e tij. Pra nuk kërkojnë ta shohin të keqen si pjesë të natyrës njerëzore apo si një prirje të personit të shkojë drejt atikau, po e shohin gjithkohës si një forcë ku ta gjejmë këtë, ku është. Kjo është pyetja e vazhdueshme dhe kjo është ajo misticizmi apo elementi që ata vazhdimisht e kërkojnë, e shohin si po ta gjejnë atë origjinën e saj, do mund ta shuajnë edhe vuajtjen e tyre. Do thonë ja, vuajtja jonë kishte një kuptim dhe ishte ky dhe nga erdhi nga kjo dhe faktikisht vazhdimisht kërkojnë atë, i mban prap peng të kësaj gjëje. Mendoj. Kjo është frymë që është shkruar gjatë kohës luftës. Në lidhje me të keqen, në lidhje me Katar, që është kundërshtrimi i pastorit. Që nga Adami dhe Eva, nga moslindje e parë mirë më patorit. Nuk e binë kërës. Edhe kjo prodhon egoizëm. Edhe rëja e të keqës është egoizëm. Dhe keqë dikujt për përfitur diçka. Ka një dhe ndjesia që e bënë të keqë. A e me ku isha në fshat, edhe po diskutoja me dike, kisha një takim fëmijësh, të jo, fëmijët nuk janë të këshi, vetëm në të rritë të rritë. E fëmijët duke lozë, një gocë vogël nuk thyrë dhe ja fut me shpurë. Pa ti shoku që kështë e afër, se i troqi fustanin, e nuk i ti qa e bezdisi. Edhe është në format ndryshme, po është që kur lindin është si farë, që pastaj kultivohet. Të disa e kultivojnë që më shumë se shduhet. Edhe apozojnë më shumë se shduhet, nësha kanë ambientin apo kryan rethana që ta kultivojnë më shumë, nuk është atje ma ta. është të. Dhe disa e shpërthen më shumë, se sa... Shumë se vishë më buar në ligatë. Njeri shpërthen nga njeri më të danë shumë. Bëhet me nerve për tek qundit ose kruz. Gjë më të shtretë. Gruja, fëmija. E bëjt i keqë. Si ka mos gruja. Si ka mësi njeri më të shtretë. Që ka mjetë. Edhe në format ndryshme. Tejpish egle, është egoizm. Po më shumë se kjo, më këtë në më shumë se sa njerëzore, se okej, më kapi është njerëzor, jam dakord, egoja është rënje shumë gjërave, po djalli si forcë
demonët si forcë. Po, sigurisht. Natyra e njerëzore, na shtym, bota na fton, i ligu na, edhe sigurisht i ligu është faktor në lufta frymërore, nuk shifet, por është faktor i madh. Në herëtin, do dojë të shimësi të shikoni që në nivele frymërore. Pas të thejmë, më mirë më s'ta shimaj. Se po të shmaj se shtuën. Po, ka dhe dy raste në fakt të djallësores në libër, që është ati djallit që ti të flak në kohë, edhe ati tjetër që u plak para kohë dhe bënd ato Po, ato si kuriozitete që kështë. Po, fliste për këtë pushtimin, se thosh nga djallës dhe nga e keshen. Ishte pjesë e librit, kurse këtë të mrekullis nuk e pa mas kundër, për anën e kundër të. Se mendoj që një jetë ka dhe shumë, do të shumë ngjarje të pashpjegueshme për që janë të mira dhe pozitive. Dhe këtë libër nuk u mungon ta. Unë përqeu të qka bëjtë aty ke libri që e kishta, e kemi të gjuar, unë e kam të gjuar shpesh që është thënë që mëkati banon tek njeriu, ose do që t'jetë neve mëkatar. Por më përqeu mënyrën se si autori e kishte sjell në një kontekst për shpjegimi neurologjik. Edhe jep tek Gerard Ross, po, edhe pastaj unë jam fut edhe kam lexuar gjithë artikujt e Gerard Ross në Google për strurin, se nga kjo fillova të pa gjithë artikujt që kishte publikuar psikiatri mjeku. Edhe më bëri çudi që thoshte po të fullesh me skaner, shikon që në këtë pjesë të trurit buron ky elementi, edhe kishte shpjeguar se si buron e zeza e keqe aty, edhe e qunte e keqe e fshet. Dhe thoshte tek disa persone që kanë prirje kriminale, kjo ngjyra e kafe erët ishte akoma më e zezë. Dhe kjo pjesa e mëkatit banon tek ne, më erdhi shumë, domethënë, bukur që edhe mirë që e pash në një kontekst neurologjik që ky kishte studiuar në aspektin e trurit njeriu. Edhe e quante e keqja e fshet, në buron mendimet. Mund të jetë pikërisht ashtu. Kur ti thua mëkati banon te ne, mund të ketë një xhep realisht. Isha mësuar që gjoja mëkati banon tek ne, por nuk e kisha parë në kontekst neurologjik këtë pjesën. E kisha parë vetëm në aspekt teologjik, jo në studim shkencor, kështu si fizionomikuri. Unë me libri këtë përshtypjen më dha, pavarësisht se atë thua që ata ishin duke kërkuar këtë djallin, ishin kushtate tek njerëzit dhe ndërtuan të fshija. Kishte disa personazhe që pavarësisht se në momentin e parë dukej sikur bënin ata anën e mirë, si do ta ndihmonin dikoj një hebrej do ta shpëtonin, si rasti i burrit që shpëtoi personazhin kryesor apo dikush tjetër që ndihmoi fqinjen e tij dhe e strehoi. Por pastaj në një moment topsie dhe themi edhe këtë situatë fillon ta kalojnë në përfitim të tij. Edhe nxjerr prapa të anën e keqe, pavarësisht se fillimisht është nisur nga e mira për ta ndihmuar. Burri pavarësisht se e shpëtoi, në fund pastaj kërkonte që të mbyste ato humbjen e djalit të vet, duke shfrytzuar albetin apo fqinjen që shpëtoi gocën dhe përfundoi duke e përdhunuar. Do të thënë, pikërisht këto raste më lanë të mendoj që ndoshta çdo kush nga ne e ka të farë, thjesht në një moment të caktuar e nxjerr. Goza? Për këtë të keqe, Nanës? Është një shumë mirë. Një roman të tillë, më duk shumë i errët, me thënë të drejtën. Edhe pavarësisht se historitë ndryshonin, prapë Tekshin që për një gjë e zezë dhe keqe, duke sikur e pa pas ka parë shpresë, sa mirë, nuk pa shpresë. Asun fatkeqësisht. Por nuk e di, nuk e kuptoj, ndoshta në kalimin e viteve mund të kuptoj pak më shumë. Tani mendoj që kur ti rritesh më shumë, disa kujtime shumë të shkuara ndoshta mund të zbehen. Edhe ti mund të mësosh të jetosh me to, edhe ti kalosh disa përjetime jo të mira. Por nuk e di si ndodhet vërtet kur ti ke përjetime kaq të forta, kështu që ishte libër interesant. Unë e thash, është libër i vështirë, po është libër i nevojshëm, është si, ku di unë, që të mbash shëndetin duhet dalësh të ecësh për ditë për shembull, ose të shkosh bësh sport apo tish sa i lasë shumë të hidhura,
që nuk janë të shijueshme, kështu pasta me pana është më mirë gjithmonë, po desme atë. Në njeriu duhet të përballet, mendoj për mua, ne kemi nevojë që të përballemi me sa gjëra që janë të rënda. Vjen një moment, pasi jemi rritur, mjaftueshëm dhe jemi imunizuar në një farë mënyrë, që njeriu duhet të përballet, siç ne tani që jemi të rritur këtu e dimë që ka, për shembull, fëmijët e mi nuk e dinë se çfarë është një përdhënues fëmijësh. Nuk e kanë atë koncept. Po një ditë do ta mësojnë që në këtë botë ka dhe kështu gjëra, se si kemi mësuar ne, që janë neveritshme, janë të natyre jo të zakonshme, janë pjesë e botës. Edhe ti përballesh edhe me këtë realitet. Nëse ti thua jo s'ndodh, Jo. s'u kam me ty, fare, absolutisht. Por nëse thua që domethënë janë ca gjëra që janë aty, po janë aq zeza sa unë nuk dua të mësoj dashë, e lë veten në një farë mënyrë të papërgatitur për atë që është, që ekziston. Për shembull Schindler's List, filmi i famshëm Historia e vërtetë. Ajo është një film pak më romantik në kuptimin sepse aty ka shpëtim. Ky nuk merret me atë pjesë, po ajo që duhet përfitojmë është, edhe kjo është pyetja e radhës, edhe tua që gjithë marrim në një moment, secila nga historitë apo fragmentet e librit na ritregoni pak, ju ka bërë juve më shumë përshtypje. Po një gjë nëse mund ta nis, është me faktin që nënat mundoheshin t'ua jepnin bebet e tyre të panjohur. I hidhnin nga treni në lum me shpresën se si Mojsiu i vogël, lumi do ta çonte diku që ai fëmijë do jetonte. Pa e ditur përfiturosh për një nën që i lutet një gruaje të panjohur që thotë aman ma merr. Fëmijën ma merr të fëmijën. Do të thonë është aq e pa drejtë që një njeriu t'i ndodhi kjo, aq e pa drejtë që fëmijët mos kuptojnë kur ai Eliau i vogël thoshte ai s'kuptonte çfarë po ndodhte, por nëna më përfituron në atë moment. Nëna e ka shuar nga vrima e dyshemes në atë tren. Në ky bebe që tek nëna është mbajtur deri në atë kohë, atë gjika pirë, nuk po kupton çfarë është kjo, çfarë po ndodh. E ka rënë ato binarët aty poshtë, ka kaluar treni sipër, ka qenë ftohtë. Edhe është një njeri. Kjo është, unë s'kam që i bëj, po është aq jo e drejtë, sa që mendoj që natyrën njerëzore duhet na revoltojë. Duhet na bëjë që, domethënë, njeriu se sot historia po përsëritet në një farë mënyrë. Edhe ne kemi zgjedhur në një formë për një tjetër ta harrojmë se ç'a ndodhi. Edhe këtu do jemi, që nëse ne harrojmë se ç'a ndodhi, ne do ta bëjmë prapë. Prapë do ketë, dhe ishte pa kuptim. Gjëja ishte se është ajo çështja e kërkimit të kuptimit. Unë mund ta kuptoj kur një trim vritet në luftë. Edhe vjen edhe qark me nderime, apo argjiroja e legjendës, apo ato vajzat e guri nusës aty në Kruj që u hodhën se po vinin turqit. E mund ta kuptoj këtë gjë që po kur s'ka kuptim, domethënë kur kjo vdekje, kjo vuajtje, ky dënim jepet pa asnjë shkak të mirë njerëzor, diçka duhet lëkundet brenda teje, duhet tronditet. Në Zoti na ka dhënë, mendoj, edhe një balans të çfarë është e mirë dhe çfarë është tema e të mirës dhe të keqes. Unë nuk mund ta përfitoj flas për vetet e ti dhe për juve, që ti dalësh nga shtëpia për t'i bërë keq dikujt. Që ky të jetë qëllim tek ty. Është për mua është e papranueshme, domethënë nuk ma pranon trupi, atë. Mund t'i kem bërë keq njerëzve, pa dashje, kam gabuar, kam folur gabim, mund të kem lënduar njerëz, jo mund, i kam lënduar, po qëllimisht që ti bësh keq, apo të vrasësh dikë, apo të vjedhësh, apo më duket një. Ne pastaj me fëmijën, me çfarë ishin me atë gjë atje. Kështu, a fillojmë të çfarë, nëse do një sken që të pëlqeu, që ose të pëlqeu. Fakti se më pas të fundit të librit, se po përpiqesh shifra që kisha analizuar. Edhe do ta nis me të vargun që thotë kjo bota jonë nuk është në një vend i përkryer për të jetuar. Dhe vazhdon duke thënë kjo është e gjitha që dëshiron një botë pa vlimi, pa drejtësi, pa zhvillim, pa të keqen. Ekziston një botë e tillë në një rend tjetër që është të fshehur. Unë për vetën time në pak nga optimiste, në vëzën dhe që tjetë. Dhe për çfarë më ka lënë mbresa më shumë ky vargu, si një mesazh që
do të marrë vetëm për veten time, po të gjithë lexuesit e librit ose me këkamosi që të gjithë jemi të dobët. Sado karakteri të fortë që të kesh, sado mundësi ekonomike të kesh ti prapë je i varfër. Sado i pasur të jesh ti prapë je i varfër. Sado i shëndetshëm ti prapë the brenda vështirësisë më që ndosh të pjesë të këtij. Dhe kjo linja e sukseseve të tua apo varësisë të mund të pritet në çdo moment nga faktorë të brendshëm ose të jashtëm. Të varur prej teje ose jo, ti thjesht nuk e ndjeni ose ti e ndjeni po njeriu shpesh nuk do ta pranojë vetë. Se ai s'mund po ti e ndjen trupin tënd që se mirë po thua, po kisa po kanë dalë. Dhe thjesht ajo ndjesia është ndërtimi për disi të alarmuar në kuptimin që të përpiqemi të bëjmë gjërat që duam, të mos e lëmë jetën të pasuar dhe të na kalojë, por teksa ne përpiqemi që të arrijmë marrja tonë, gjithçka tonë, të ndërtojmë jetën tonë, të kemi parasysh që kanë përtoj që ne kemi sot, shumë gjëra janë sakrifikuar, duke nisur që nga të parët tanë deri tek prindërit tanë, jo më larg derës tanë. Edhe ky është mesazhi në fakt që mora në libër, prandaj thash që kam parë pa ndryshe që ne nuk e kemi fatin as të lindim me brev, as të lindim mes të Afrikës, as të jemi pa këmbë, as pa dorë. Kemi fatin kush më shumë, kush më pak, secili me humit e veta, secili me mangësitë e veta, që gjithë e kemi një boshtë në fund të ditës, se kemi një skelet. Dhe skeletet cilin e mine përgjegje, se pa që të libri që mbushim, ashtu dhe këtë me sa mos dhe mbushim, me mish, me djallë, me tull, apo me muskër. Pa, kjo është mesazhi shumë mora, që thjesht s'do që të vi, kur s'ka ne shota dorë, s'do që shti. Duke bërë mirësinë, po, haj sa mundesh, se s'mund të jemi në interesë të gjithë, haj sa mundesh. Kjo është e shumë të libri. Është pak e dhimbshme, por realiteti ka treguar që qëndron që edhe tek libri thuhet që bota nuk qeveriset asnjëherë nga ata që kërkojnë rend, drejtësi dhe paqe, por nga njerëz që i mungon qoftë edhe një grimës morali dhe ndërgjegje. Dhe të gjitha këto krime që ndodhin më pas në histori, qoftë siç ka ndodhur në libra apo luftrat e tjera, rastet historia është gjatë. Është patën e kuptova që këto janë një grup biznesi, ndërsa ne jemi klientët. Dhe gjithë këto luftra, krime, vrasje, vjedhje janë çmimi, kosto që ne paguajmë për të arritur një qëllim të caktuar që vendoset. Edhe është pak e trisht, por historia ka treguar që ky është realiteti dhe domethënë për këtë më vjen keq që vazhdon akoma dhe e kuptoj, një interes komercial. Shiko, merr zemër nga fakti që pavarësisht gjithave Hitleri e humbi luftën dytë botërore. Ose shkaktoi shumë dhimbje, po në fund nazizmi u shkatrua, domethënë për momentin, sepse po e shikojmë tash filiza faqet me forma të reja, po, patjetër, se thonë është një shprehje tjetër që thotë historia nuk përsëritet, por rimon. Kështu që mund të visi një rim edhe pse mund mos jetë eksaktësisht e njëjta gjë herën e dytë. Po ke një moment nga libri, një nga ato histori që ty ka ngel në mendin? Po, një në rast ishte edhe ajo që përmendë ti, domethënë se si një nën mund ta lej një fëmijë tek dera e dikujt pa njohur ti bie zites edhe ti edhe pa ditur gjithë jetën mos se çfarë bëhet me atë fëmijë. Që ai fëmijë mund të ketë marrë identitet tjetër, ka marrë emër tjetër, është futur në një ndoshta edhe ai fëmijë nuk e ka kuptuar kur në jetën e tij që është hebrej. Nuk është treguar kur ndoshta që origjina e tij e vërtet edhe ka jetuar në një gënjeshtër gjithë. Po. Nuk e di nëse ti njeshtër, po pa ditur identitetin kush ishte ai. Kjo është. Da. Sarë. Kam dy momente, në fakt. Lejo. Okej. Do kam përshërë shumë ajo kushtuar babait. Ai vizioni profetik që babai kishte. Bashkangjitura e asaj që po thonin për këto nëna që nginin fëmijët e tyre ishte babai që jepte pika helmi fëmijëve që t'i bënte imun ndaj gazit, diçka e tillë. Detaj ky që më pash tash, ori çfarë po lexoj tash edhe një herë, dhe ai ishte momenti që unë fillova të rregulloj sa në historinë vërtet është bazuar ky libri. Fillova të bëj një research gjithandej.
Edhe shumë shtypje më ka lënë ky moment. Tash, wow, domethënë. Diçka tjetër, se nuk do ta zgjas shumë, është e trisht dhe nuk e di çfarë komenti mund bëj për këtë, në fakt. Se nuk e di edhe sa e vërtetë është ngjarje. Supozohet, Po. mendoj që janë ngjarje të vërteta. Duke i besuar integritetit të autorit. Ndërsa me që s'u fliste ma kishte shpresë libre, ishte unë shpresë me gjitha në faqen që është 53, të çudia në Auschwitz. Më ka bërë jashtëmase shumë përshtypje, ai radiu që kishte ishte momenti i një feste hebraike, quhej Hanuka, po. Është në kohën e Krishtlindjes pak a shumë. Po, e dhjetor. dhe po ndisnin shërit aty, ndërkohë që ishte një masakër që është ndodhur aty rreth qark, dhe thash çfarë besimi pas ka pasur ky person, që në mes asaj gjendje ku ishte, gjetja të kurajën që mori shërimin dhe padron të Zotit. Po, i ishin atë shëri, kishin për vetëm ato shëri kishin strehur. Edhe ngela për një moment dhe fillova të bëj një reflektim për veten time. Thash, me gjë më të vogël që mund të ndodh, që duke qenë se unë jam studente, drama ime më e madhe është një provim ngelo, ta theksojmë këtë gjë. Dhe sa shpejt dekurajohesh me gjë më të vogël që ndodh dhe pastaj shikoj një person që gjendet në mes një situate që ti as nuk e mendon që mund të jesh në jetë, shikoj çfarë besimi ka. Dhe më sfidoi shumë ky pasazh. Po, është edhe një gjë që më pëlqen shumë se është pak edhe çështje perspektive. Domethënë, e bëjnë ne shumë me ca figura gjeometrike që janë të njëjta po varet se nga se i sheh, për shembull, po ta shikoj nga sipër kjo duket si një drejtkëndësh, po ta shikosh kështu duket shumë më i holl. Po është thjesht e njëjta që e parë këtej apo andej dhe edhe ne shikojmë se librin na lexon ne në të njëjtën kohë që ne lexojmë librin, ëh? Edhe është edhe se kush jemi ne dhe pastaj si e filtrojmë gjë. Po ajo që ti the që më bëri përshtypje se si ata kishin sajuar një menor, është kjo këta qirinj të hebrejnë, që duket shumë. Po, me 7 qirinj, me ato mjetet e burgut, me salitsen duket fusesh e bërë me gras o diçka kështu. Po, dhe ne që themi, prap e honë dhe ikim fund. Më kupton? Edhe ankohemi për gjëra, s'ma bëris, ku t'i gjohën kafen, ka rën kafja, s'ka rën kafja, masoj. Janë kaq po t'i vësh perspektivë, edhe të thuash që unë të shkoj në punë se unë mundem të punoj. Të shkoj në punë sepse i kam këmbët e forta dhe mund të çohem, mund të punoj. Që ka njerëz që nuk mund të çohen nga shtrati. Se nuk lëvizin dot, nuk punojnë dot, nuk e shohin dot diellin. Domethënë se ne i marrim të gjërat kështu. Me qëna, e kupton, vende syzet e errta kështu edhe ndem koka, kështu me ton asnjë se mirëmëngjes, se ashtu halli jon i madh. Dhe kur ti përballesh me anë, fiton një bazë krahasuese. Qëllimi i librave ky është që ne jetojmë një jetë që si kemi jetuar dot për pas një kuptim të çështjes njerëzore. Domethënë gjitha është çështja njerëzore. Se janë bërë që në tragjeditë greke është çështja njerëzore në fund, ajo dilema umane që edhe s'ka nevojë me pi gjithë fuqinë, thot ajo për rakin me provu. Domethënë ti merr pak nga Dostojevski, pak nga Aristoteli, pak nga ky tjetri, pak nga Gogolja, ku diun, me qenë të rusët kështu, edhe fillon edhe i gjykon situatat çik më mirë. Tek një rasti atit mos e kam thënë ndoshta se pëlqej shumë kjo. Një mësues letërsie amerikan na ka treguar që kur dëgjonin fëmijët e klasës këtij kishin bërë Mark Twainin, Mark Twain, Huckleberry Finn, aventurat e Huckleberry Finn. Dhe është një personazh episodik aty që hyn dhe del nga romani, është hajduti. Kalon ca ditë me hajdutin, edhe përshkruan Twainin si flisë hajduti, çfarë thoshte hajduti. Edhe fëmijët kishin thënë këtij nga klasa gjimnazistët që po të shohësh politikanët, thoshin, televizor, na kujtojnë hajdutin. Mënyra se si ishte një manipulator, ai se si e hudhte, si ishte kështu, domethënë, njësh. Edhe thoshte, u shoh atë zotrinë aty, thoshte, që në televizor, kujton atë personazhin e. Nuk e këtë bën letërsia ndonjëherë. Ngreca filtrën, edhe ti se thosh se çka ka ky robi, se si më shoh. Ndoshta nuk e përpunon kështu, po është hajduti, edhe arrin ta dallosh, është kështu që perspektiva e atyre që krynin rritin fetar, besimin, nuk e lëshonin pavarësisht gjërave, duhet na bëjë kuptojmë që
e kemi shumë mirë. E kemi shumë mirë. Ne fokusohemi gjithmonë te negativja është për ankesa, për gjëra, e mirë është edhe të organizohemi, të ndryshojmë gjërat, i shtym për mirë përpara kështu, por edhe që jemi çik brez, si është ajo shpreha, kohët e vështira sjellin. Është lehtë, është lehtë, do i kohët e vështira. Por që është cikli. Çfarë ka mbet? Kështu si një histori. Historia e Urianit ishte shumë e rëndë. Urielit, po? Urielit. Po, fëmis nga përdonim. Po. Ishte shumë e rëndë fillimisht për ta lexuar, domethënë lexoja 2-3 faqe dhe duhet çikoh që merrja pushim dhe pastaj ta nisja prapë. Teksa lexoja historinë e tij, duke nisur që nga nëna që fillimisht e braktisën, edhe pastaj ajo qëndroi për aq shumë kohë mbyllur në ato podrum, se nuk kishte asnjë banesë me mirëfill. Dhe mënyra se si jeta e Urielit nisi, aq e errët, aq e mbyllur, më bëri të mendoja domethënë nevojën që njeriu ka për përkatësi dhe për liri. Sa duhet duroj njeriu derisa ta arrijë atë lirinë që ai kërkon. Dhe mua më duk sikur ato thjesht po mbjeton. Nuk po bënin asgjë qëllimshme me jetën e tyre. Dhe mama kaloi aq shumë kohë aty e mbyllur dhe po e mbante dhe birin e tij, të cilën e urrente, dhe ishte një, domethënë, marrëdhënie dashurie urrëtie, sepse donte se ishte e tia, po nga ana tjetër ishte pjellë një përdunimi dhe një traume që ajo vetë nuk dinte se si ta trajtonte. Dhe ajo që më trishtoi më shumë ishte pjesa se si e gjithë kjo histori përfundoi ashtu si përfundoi. Pra, e ëma e tij pati të problemet të shëndetit mendor, ishte mos e kuptueshme për shkak të traumës që ajo kaloi, por edhe vetë djali për shkak të mënyrës se si jeta e tij nisi, tregon se si njerëz të ndryshëm në të njëjtën periudhë, me situata të ngjashme, pra shumë ishte të braktisur, edhe vetë Alberti ishte braktisur, se si njerëz të ndryshëm e përjetojnë ndryshe edhe marrin masa të ndryshme për ta vazhduar jetën ose për ta përfunduar. Dhe në këtë rast ai e përfundoi jetën. Dhe ishte një mënyrë tragjike që nga nisja deri në përfundim të tij. Dhe mendoj domethënë kjo ishte një pjesë shumë e rëndë për ta lexuar me librin. Nuk e di nëse pjesa e kujtesës dhe arritjes do ta ndihmonte, domethënë kjo mbetet pastaj ngre shumë pikpyetje se si mund të shkonte ose si mund të mos shkonte jeta e tij, por për shkak se ai vendosi ta mbyllte, nuk do merr vesh asnjëherë. Madje edhe në fund të librit nuk thuhet se si Alberti e përfundoi historinë e saj. Domethënë mund të autori e lë shumë të hapur, domethënë ti mund ta mendosh ai mund ta ketë vrarë veten dhe ato pamjet iluzoare të dukeshin sikur ai tashmë ishte në botën e të vdekurve që ai ishte edhe në ëndër, apo ishte si metaforë që edhe pse fizikisht hypi në atë tren dhe vendosi për ndryshuar, për të ecur përpara, ai mendërisht dhe shpirtërisht ishte akoma të trauma që kaluar gjithë jetën. Jo kaq, domethënë kjo ishte ajo që realisht mora me gjithë libri. Kjo është historia që më ngeli, por që do thosha të një të pjesë, po për mos ta përsëritur, më shumë nga këndvështrimi i asaj gruas, këti më duk shumë e çuditshme se si mund të duash dhe të urresh fëmijën tënd në kosisht ai përjetimi që ajo kishte sa herë që e shikonte. Po mendoja për diçka tjetër, dhe një tjetër që më kujtua ishte ai burri që nuk e mbaj mend emrin, por ai pranoi që të vriste Baba e Solomonit. Okej. ai është si Ai baba e Solomonit. Prandaj Solomoni ka djegur shtëpinë. Prandaj vrau dhe vetë. Edhe thjesht më bëri të kuptoja që okej, ne po shikojmë këtë këndvështrimin që janë këta njerëzit që po vriten, ama mendoj që edhe ata njerëzit që ishin pjesë e kësaj me pa hir, prap kanë pasur traumat, vuajtjet e tyre pas mbarimit të kësaj. Kështu ishte
është një është tjetër i mbjetuar i Holokaustit, Viktor Frankl. Ky ishte një psikoanalist, shumë i rëndësishëm, si shkencëtar, që humbi familjen të gjithë. Nuk mbjetoi as gruaja as fëmijët, vetëm ky mbjetoi. Dhe ai ka një libër që quhet Në kërkim të kuptimit. Është një libër shumë i vogël se sa ky. Edhe aty thot një gjë, për shembull, kur thot që kishte gardian gjerman që ishin njerëz shumë të mirë. Dhe kishte burgosur breng që ishin fliqësira të jashtëzakonshme. Edhe thoshte, unë mendoj thoshte që njerëzit janë të ndarë në të mirë dhe të këqij pavarësisht uniformave që veshin. Ka dy raca njerëzore, thot ai, sigurisht në kuptimin figurativ. Ka të mirë dhe të këqij. Dhe mund të qellosh gjerman shumë i mirë, ose mund të jesh hebrej shumë i keq, edhe pse në përgjithësimin e historisë është ajo gjëja tjetër. Mendoj që ka edhe një zgjedhje personale që njeriu mund të bëjë. Ata natyrisht ai nuk mund të thoshte gjermani që nuk shkojnë me shërbim se ishte ligji i luftës dhe ai të shkonte atje. Po kishte që shpëtuan njerëz. Një histori që fshehen, që bën që nuk i vran kur mund t'i vrisin. Kishte nga ata që ktheheshin nga rruga me vran një se Artin Darda në Berat, tregojnë në Beratësit, dilte xhiro me bandën e vet me makinë, të armatosur dhe kishin lojën 1-1 jo. S'po them më, loja ishte 1-1 jo. Edhe qelloje po, ishte po. Qelloje jo, ishte me fat. Për ata. Se ishte edhe që s'ka djallë atje, s'ka mosh me një kurti. Kështu që dhënjë të brirë. Po. Nëzisht. Kështu që edhe do të thoshte që është një histori një rast tjetër me një fëmijë të vogël që kujtonte këtë, se si ai ishte një fëmijë bre dhe fshiheshin. Po një natë kishin dalë për tik nga këto të tjetër, kishin pritur dinte nata, që të mund bënte një rrshqitje nga një rrugicë tjetër, se duhet të futej në një bodrum tjetër ku edhe ishte një 6 vjeç, 5-6 vjeç. Dhe e kapin gjermanë. Në një patrull me 2 veta, e shohin, e ndjekin, e ndalojnë, edhe ky gjermani e shef e ka atë hyllin me kësaj që ishin damkosur, hyllin e Davidit, edhe e ngren krah, edhe thot që ke fiksi qunin, edhe nuk e vra. Dhe ky e ka të shkryt me këtë, tani mund të vdekur për shkak të moshës. Po thot të merr im, thot në atë moment kur kapi gjermani, edhe më rritje të thanë, i ngjaja çomit aty sipas atit, i ngjaja shumë çomit, edhe ta ikta, është duket. Edhe ika. Në moment dhe jam gjallë akoma sot. Se më kujtu për këtë arsye, se kur kjo e kujtonte këtë thoshte, edhe procesi në tru është që sa herë që ne kujtojmë diçka, këtë e kam nga të lexuar, se unë s'jam neurolog, por ne e rindërtojmë atë momentin e kujtesës. Gjithë kemi momente që kujtojmë një muhabet, një bisedë. Por nuk është se është shumë fshim nga kujtesa. Po, nuk është këtu një gotë dhe unë e qoj e kam të rujt me të kjo gota, dhe sa që kujtohem, jo, unë do ta bëj këtë çaj nga fillimi. Sa që unë e kujtoj atë gjën, do të mbaj mend si bëhet çaji që bëre ti, që ta bëj atë dhe e kujtoj. Po, me kalimin e kohës, receta fillon ndryshon, edhe ajo që ne kujtojmë fundore, prandaj këto që quhen eyewitnesses nuk janë është parë në gjykata që mbas 25 vjetësh, ajo që kujton ai gjë mund mos jetë fare ashtu, domethënë ndodh një proces nga që rishkruhet dhe po që sa gjëra prandaj duhen për shembull këta në koloninë në kështu i kanë mbrojt këto, po të shkosh në këto kampet e këto që të shofësh çka ka ndodhur, po prandaj kanë mbrojt. Se mund të kishin fshi edhe ata nga kujtesa fare, të bënin parçe ku diun me qendra tregtare ato gjërat, po Auschwitz është aty, ai pirgu me kputucët aty është aty, shkon deri tavan, pirg me kputuc vogla, ndaja njerëzish, syzet e portofolat e kapelet e këto gjëra, domethënë se ishin kështu, një ditë për ditësh vin të marrin edhe jetë të ndërprera, por duhet ta kujtojmë. Ke një fragment? Fragment fiks jo, po dhe mua gjë që më bëri ishte fiks kjo
gjithë tendenca e prindërve që ti shpëtonin fëmijën pavarësisht se si edhe ti hidhin nga treni, që do me thënë, edhe ku po i lini këta fëmijë në një botë që ata do ishin, se do shoh prapë brain në një botë që dëshira të sëmuar të pambrojtur. Ama këtu më duk se ishte edhe fiksa ai elementi i shpresës, që përderisa ata do ishin në jetë prapë kishte një fije shprese që do ja dinin, do mbjetonin, do shta do ndërtonin diçka. Më falë, më dhe diçka të fuqishme që se Patjetër. për të pjesën e lënjes, okej, lufta, po mendojmë me që si përmend dhe shparë për të këshin radhës, për gjithë ata, për çfarë kalojnë të gjithë ata prindër që kanë pas fëmijë të morë dhe u kujtoa diçka që lexoja nga që ka djerit në Maltizëm. Tupja, po. Artikullin që tregonte për djalin e vet që thoshte, "Okej, unë po shkoj, po ku po iki?" Dhe lutem të jetoj sa më gjatë le të jem i shkatruar, të jetoj sa më gjatë pak në të ushqej unë. Dhe kjo pjesa e lënies mbrapa që kur kujt po ja lë. Dhe kjo është më e mashkull. Në tuke me që e njoh profesorin e kam mik personale dhe du fort. Tupja në publik nuk tregon as 1/10 e vuajtjes që ta. I lexon në sugjestis. Domethënë është ai e runa të gjën se s'ka, po ai ka vështirësia shumë baja. Ka vështirësia shumë të baja. Ai fëmia është i dhunshëm, është i fuqishëm, është i papërbajtshëm. Ai të rreth, domethënë. Edhe ai nuk I tregon këto. Ko që ka problem, dhe ai prapë s'mund ta praktikojë. Ha druaj. Se ashtu I vjen ai se mban dot veten, është në atë dhe nuk është koshient për atë që bën. Po që ai ndjen detyrën si prind që t'i rri atij fëmijë derisa të bëjë. Është shumë e dëmshme, shumë kështu. Edhe është prapë dinjitoz që dalin televizorët, shkruajnë një libër të kupton, t'japi një mendim për një çështje që se tisha unë ka zënë ky hall dhe riun tash merrem me Blendin, po më fton në krye. Hall të tjerë. Është shumë I dhënë në shpokët. Dhe nuk e tregon se sa, veç pak shumë, edhe unë s'di asgjë, domethënë, po ai sa di, kurse publikisht ai nuk e shpreh aq shumë. E tregon këtë. Gjë pa I hyrë detajeve se s'janë bukura, nuk janë lehta fare. Të veç halli shumë prindërve që kanë fëmijët me nevojë posaçme. Çfarë bëhet me to? Sfidash. Më pëlqen ajo pjesa kur marrin çullin në pylli, edhe kujdesa për të. E duke se kur pse s'po pëlqen ky çuni këtë kujdes, të dashuri këtë, po duke se kur është edhe ai kujdesi është egoist. E duhet ta bëj Këtë rast, po. edhe mënyrën si I krejnë flokët, si e veshin, se deri Hansin, po ta bëjnë Hansin. Kjo është edhe me emrin e ora. A mund bëjmë gjëra mira pa prit në një gjë se marrin diçka. Nuk ta animojmë dike edhe pse dim që ai s'ka as mundësi, as shans, as të na e kthej atë gjë. Pa të themi të egoja. Bëjmë mirë, po, a është e mirë dashurie sinqert, kujdes sinqert, apo ka pritje mas? A u shido me të vërtet shokët e ti, je tjetër për shokët e vetë. Këtë rastin jam shumë dakord, ishe egoiste nga Ajo nuk ishte edhe shumë e thellët mentalisht, a gruaja. Ingridi. Nuk ishte vetëm egoiste, po dhe ishte një problem. Çrregullim A e kishte hallin e saj. Po mirë, po mendoj që fëmia ishte 8 vjeç diçka e tillë. Po fëmia e ndjeu atë. Ndoshta nuk e kuptonte në tërësi, po që ata Jo, donin po dhe kishte mendjen të I vllai. Shumë qëndrim stoik, vaj Perpert, që e rriti identitetin e tij, se po mendon ishte një shtyp shpëtim për të. Ai nuk fare mirë, mund të ishte shpëruar në atë Hansin e shumë dëshiruar, mund të kishte pas jeçit. Ishte një fëmijë, ishte aq inteligjent se Kishte mendjen gjithë kohës të vllai vet. Për në tepër I kishte të freskëta shumë mendimet që babai kishte I thënë. Po, mësimet që ai kishte vepruar Përgjegjësi. Ai e thotë vetë që Ungurika e bëra se nuk doja të harroja kush isha, të humbisja identitetin. Njënda gjë që e thot për dhimbjen më vonë. Pjesa e kujt unë kush unë jam. Pak të dhimbjen mos jam unë. Pak të dhimbjen nuk harroj ata që ishin më të shtrenjtë të mi. Pastaj bëhet imami dhe babi tjetër. Deutsche Volksbühner që quheshin këta gjermanë dhe serbisë më të parë. Po e hapën. Unë kam hapë një pikë, fakt të gjithë historitë kanë për përshtypje, se ato do aq të forta sa ishin do të bëjnë përshtypje, po
kur thot nuk besoj të rastësit, asgjë nuk ndodh rastisht. Unë kam një mendim tim i lidhur me këtë, por do të që stereo merr një pjesë të tjerë, si e gjykojnë këtë aspekt. Se mua personalisht, po thuaj se shumica e ngjarjeve që ndodhin në jetë ka një shpjegim më pas një farë kohe. Ose do të thënë lidhen me njëra tjetrën dhe gjithmonë ka një kuptim. Unë them që jeta është inteligjente në mënyrën se si ndodh. Se në asgjë nuk ndodh rastisht, por varësisht shkallës së vetdijes, dikush kupton më shumë shenja apo sinjale që jeta jep, dikush ndoshta nuk i vëre fare, po janë aty. Thjesht do të dija mendime, do të si e gjykojnë këtë pra. Besojnë të rastësit apo gjërat ndodhin sepse duhet ndodhin apo ka një lidhje me njëra tjetrën. Tashi, kjo ka një gjë që nëse ti nuk beson të rastësia përjashtohet fare si koncept. Në çdo gjë është e shkruar në një farë forme. Dhe rastësia s'është. Domethënë nuk rastis që rastisa të furra bukës ku ti unë Mund të jetë kjo tjetra që e iniciojmë dhe ne me mendimet tona, ku futet ligji manifestimit e tjerë e tjerë. Në të thënë ka interpretime të ndryshme, është në faqen 52, kur ky gjen një libër që i bjen në dorë dhe thotë në që lloj libri du. Është një gjyshë diskutuan pak më sipër, që ishte me ato që rinjt, ai. Dhe mund ka ndodhur shumë shpesh, jo vetëm me libra, po në shumë aspekte tjera që më qëllon kohën e dur, gjëra dur, edhe lidhen me njëra tjetrën dhe ka një kuptim. Ka një algoritëm për tuaj. Nëse mund të jetë. Dhe vetëm kur e lexova thash, okay, që ka stifuna ai, organizoj për këtë. Okej, me që e shtrove se ky tjerë, keni një mendim të rastësinë apo kështu? Toni? Ose mbase thjesht jemi ne që i japim kuptimin, atë që jeni ti që i lidh gjërat dhe përpiqesh të bësh atë historinë pastaj. Edhe kjo mund të jetë. Mund të jetë. Njeriu ka nevojë që t'i japë një shpesh. Fillon të besosh që nuk ka rasti pastaj. Kam një lloj koncepti pak çfarë që si janë vetë, se bie të jetë nga zgjerja të ndodh diçka. Kupton? Rastësisht nga hiçi ti ka atë librin edhe ishte një gjë që ty e zon që më shumë. Jo stafisë që ka dhënë vendin nga herë. Po shiko, rastësi. Domethënë, ata që mendojnë që rastësia është mbreti i botës, se është dhe ekstremi tjetër, është kështu. Del nga shtëpia, kthehesh majtas, mund të kthehesh dhe djathtas, ose nëse drejt, po themi, se tash në diçka ku po shkon. Po, nëse punohesh 5 minuta, nuk e takon atë gocën tek stacioni autobusit që bëhet nëna e fëmijëve të tu, partnerja e jetës, edhe sepse ti duhet ishe me autobusin tjetër, po ishe vonë atë ditë. Dikush thotë, ishte rastësi. E takova, zota kështë takuar, por ma të kështë takuj tjetër. Do kështë pas një tjetër. Dikush mendon që ishte shpirti binjak. Ne duhet ishim bashkë me pa tjetër. Dhe besojnë këtë histori. Unë nuk jam i sigur që kjo historia është vërtet. Nuk jam i sigur. Në 8 miliard njerëz gjesh shpirtin binjak është fitosh lotarin disa herë. Unë mendoj që nuk është shpirti binjak, është pranimi i fatit, amor fati që thot ai, që ty të ka rënë. Dhe unë e du gruan time sepse ajo është gruaja ime. Se me atë kam ndarë jetën, fëmijët, përvoja, halle, gëzimet mëdhaja, por nuk mendoj që para se ne të lindnim diku atje ishte shkruajtur që Blendi dhe Anora do takoheshin. Mund të ishte dikush tjetër. Ja, asnjë gjuhë botës nuk e ke bashkëshort. Përveç që ndaj fame. Ndaj fame. Unë i riksa sepse unë kam pranuar që t'i përkushtohem asaj gruaje. Edhe kam pranuar fatin tim dhe e du edhe më shumë sepse është e imja. Po pa iluzionin se ajo ka ardhur të botë që takoj mua dhe unë që takoj ato. Nuk e di. Domethënë njerëz nuk ka shtëndej. Pra, funktuar nuk e di, se ngejme ta pikë të të Atjere sa... Nuk këtinë të sot njerë, si. Po që unë them, jam dakord me atë që janë ka. Nuk e
sikurse edhe vëmret, po ti më shpjegoje këtë konceptin e rastisë që unë, sa po të pyeta, kishte të qeshura. Do thënë, nuk e marrim shumë seriozisht, na duket budallën. Rastësia në vetvete. Dhe ky iluzioni që çdo gjë është rastësi është një ekstrem. Sido që tjetë, njeriu është blerë me ndojë çfarë do dojë, pëse çfarë dojë. E mira është i shpangje me ekstremeve. Kjo është ajo e duara që mund të bëjmë. Por unë personalisht isha më shumë larg. Që nuk mendoj shumë gjëra që ndodhin në jetë, e para janë pasojat e pyrmësh, e të zgjedhjeve që ti mund t'i kesh bërë para 3 javësh. E ke harruar sepse kujtesa siç thash ti, dhe puni e dhe pastaj ti pyet pse, sepse për një arsye njeriu do të di çdo gjë, do të kuptojë logjikisht çdo gjë, dhe mund të thua pse u zot pastaj, se na ka thënë zot që shpron. Sikurse e pam te libri. S'ka se mban. Patjetër. Por që kjo mania të kuptorit pse në vetvete është që ti të kuptosh lidhën të gjithë gjës. Por siç thoshte një pasazh shumë, por nuk e gjej dot, është një fjalë që thoshte, ndonjëherë gjërat janë të thjeshta, ne ndërlikojmë. Kaq e thjeshtë. E ndërlikuar si fjalë. Sheshi, kjo është në favorin e asaj që dhe mund. Thjesht po, ne u japim kuptim. Unë po mbyll me nuk e di. Ja, asë nuk e di, nuk kam kuptuar. Unë doja pak edhe mendimin e tim për të kuptuar diçka se për shembull po ka Nuk e di. po ka për shembull historinë e Jezusit. Gjithmonë thuaj që nga zana fillaj që flitet për Jezus e gjendet në Bibël. Dhe çfarë do ndodhi? Pra parashikoj që mbas do vi Jezusi do ndodhi pra Mesia gjendjar. Dhe unë po shikoja te historia samaritanit, mirë nuk e më mend cili kapitull i Lukës. Thuhet rastësisht. Mbas kaq shumë, mbas gjithë dhjetës vjetë që flitet për Jezusin, aty tregohet rastësisht. Domethënë, flitet për një fat paracaktuar të botës, dhe më pas Jezusi thotë rastësisht kaloi. Domethënë, që këto Ajo është në fytyrë, që po shoh historisht. Jo, po gjithsesi. Shiko, edhe ne që edhe ne të fisterët e diskutojmë shpesh të gjë, free will apo paracaktim. Edhe ka mendësi të ndarë, që mendojnë kemi vullnetin e lirë për të zgjedhur dhe e formë rrugës. Ka dhe një grup që ka thotë është e paracaktuar, që kjo do të ndodhi. Ky do të dëgjoj, ky do besoj, ky s'do besoj, e ka mundësi 100 herë, nuk është mbyll. Kështu që por fundi i historisë është histori, se shko më mirë në anglisht. Kështu që fundi i historisë do shkojë, do të i sjellin gjërat, që shkoj fundi aty ku edhe lejon të ndodhin ca gjëra, disa herë zgjedhëm, disa herë lejon të ndodhin, të ndiku nga tjetri nga tjetri. Për të çuar historinë në fund të ndodhi. Po, a ka rasti? Nuk them s'ka. Nuk ka. Kjo është një shtrimi, nuk ka. Kundër randomness, si e kundër. S'është fjalë e tu. Kjo është Në Bibël ka disa vargje që thot fati më ka rënë, ose ishte me fat. 2-3 herë përdoret si fjalë, që thot që nuk ishte rast, ishte fat. Po sepse, jo për ta debatuar, se s'kam debat. Jo. Po edhe fati të bie. Ajo rënja është një formë rastësie. Pra ky fat po mund të ra ky fat. Po ky fat më ra, rastësisht, edhe pastaj ky më çon deri në fund pastaj se kjo histori bëhet. Ti rastësi. Është si e vërtetë. Unë mendoj që është shumë çështje perceptive, pra nëse ti do ta shohësh gjithë këto gjëra dhe shesh si një lidhje e tyre, ti e koncepton ashtu dhe për ty ajo është narrativa jote. Për një tjetër ato janë gjithë një sër rastësi që ka ndodhur dhe kaq. Domethënë çdo gjë është çështje perceptimi në funditës. Prandaj kjo është arsyeja pse s'ka nuk ka. Nuk është formimin që jemi në vëmë ato sjellje. Po. Nuk të zgjidhja këtë, po këtë. Nuk ishe rastisht, është me këtë botë, me këtë, unë do zgjidhja këtë. E kuptoj. Nëse unë besoj tek ligji i manifestimit përpos i Zotit, që esencë për mendimin tim, sepse për shembull, po marr dashurinë që është pak më thjesht për të shpjeguar. Duke nisur nga mungesa që ne kemi ose duke ditur nga stadi që ne jemi, për shembull, ndaj dashurisë një ishte singull gjithmonë i hapur. Dhe ai përpiqet, sado i qet që ti sado kudo përpiqet që ta gjej.
pavarësisht se me themi ishte rastësi, jo nuk ishte rastësi, sepse ti e di që je single, po thënë, ti e di që Prandaj s'ta afrohen. Jo, kur je shumë kështu të ke kërkuar, i kimi të vështes. Kërkosh nega, funksionon? Manifestim. E po shifet që s'na. Ka diçka. E sjell në boll, se fjala ka një lloj fuqie. Por ta kërkosh me besim, nëse e kërkon me dyshon që do të vi. Ajo është tjetër ajo, se po fut besimin në mes. Po, është manifestimi ajo, është gjysma e manifestimit, është besimi në atë që ti po manifeston. Ta kërkosh me një lloj besimi brenda. se ti s'mund presësh që është presidenti i Amerikës pa ditur se s'ka hyrë pasaportë amerikane. Po ti si, ke një fragment që Kam shumë, po të ndalim është atë dy momente që mua më kanë bërë çik më shumë përshtypje. Një e para ishte momenti që diskutuam në pak më parë djegja që i bëri Selomoni gjithë banesës edhe vetes tij në proces. Kjo mbasi zbuloi gjithë historinë e vet dhe se kush ishte i ati i tij dhe kush ishte në faza identiteti që atë do ta ndishte gjatë gjithë kohës. Ai kërkonte të keqen dhe kërkonte atë zanafillën e të keqes kudo, në çdo aspekt të tij, por nuk e shihte aq ngushtë, ata shkonte që e kishte shumë pranë vetes, në një moment befa se goditi ai zbulimi që në fakt e keqja ishte shumë afër tij, ishte i ati vet që i kishte bërë, që kishte çuar edhe në zbulimin e vet shokut vet që ndiqte Albertin dhe babain e tij, ishte i ati i tij. Ky ishte një nga pasazhet dhe pasazhi tjetër që më duk shumë rëngjetës, sepse është një gjë që ti të jesh pjesë e të keqes, qoftë me dëshirë apo jo me dëshirë, se folim për ushtarët që e zgjidhin apo nuk e zgjidhin, është një gjë tjetër që ti të rish e të shohësh të keqen teksa ndodh, që për mua është ndoshta ndonjëherë dhe më keq akoma se sa i personi që po e bën. Po gjëja më e ulët që unë e konceptoj është ti të tallesh me të keqen që i ka bërë dikujt, dhe ky ishte një kapitull i veçantë ku një piktor bënte piktura me hirin e viktimave të Holokaustit. Ishte një nga gjërat më do të mërshme dhe kjo në vetvete është ndotje për herë të dytë e kujtimit të tyre, më falni. Duket si një pordosi komplet e gjithçka, e gjithë historisë. Dhe ishte historia e vërtetë. Dhe kjo është historia e vërtetë. Dhe ka dhe gjëra të tjera shumë më të këqija që janë bërë me trupat e viktimave apo me shumë gjëra të tjera. Kjo për mua është shumë më e rëndë se sa ti ta kesh lejuar një gjë të ndodhe. Ti për tepër, po ti po tallesh për tepër me dhimbje në atë moment. Që optimi që po përfiton. Po, dhe po përfiton, ai ishte, domethënë sepse ai këtë e kishte përveç se e përdorte edhe në funksion të punës së tij, se thoshte unë këto piktura ti sjell në jetë sepse po përdor hirin e tyre dhe ata më shfaqen, dhe shikoni këto imazhe që mua më shfaqen me hirin. Te kam lexuar për herë të parë, nuk e dija që ekzistonte si gjë. Një formë jo kanibalizëm, përdor fjala kanibalizëm aty edhe pse nuk ishte në atë kuptim, ku ka shumë pak njerëz në këtë botë, megjithatë ka një grup që han diçka, pra bëhet hi trupi një njeriu të dashur dhe marrë një pilul nga ky hi dhe e ka përdin për ta pas në trupin e tyre. Në që kam diçka nga është e di, është e çuditshme. Por që ka njerëz që ndjejnë që duan të kenë diçka me vete nga personi që kanë nëna e tyre, ku diun, babaja apo kështu. Është Jo, kështu kemi zgjidhur ne, Ose ti është kujtim. me ora me këto, por që po, edhe më çudita, po bëra kaq nuk e dëgjuar ndonjëherë, por ishte edhe kjo. Unë kam një që s'përmendëm se drejt mbylljes nëse jemi për vonë, këto. Është historia e Misha Wolfit, që filluat aty. Prisa që dikush ta thonë. Që mua më duk ndoshta më e bukur, nëse mund të gjesh diçka të bukur në gjithë atë Rëndes. po që ka aty. Pra është, e keni të qartë që ai është biri i një mësuesi muzike që është bërë kompozitor i famshëm, edhe pse është rritur pa e ditur fare, që vllai i vet kur i thot, domethënë që do të kushtis më ka thënë për atë po mund ta ti ai flet për dashurinë. Sepse nëna dhe baba tha na doni njësoj, sepse unë të kam dash si vllain tim, ç'të thosha ty? Kur të kam dash, të kam trajtuar si vlla, pse të ta thosha që si e vlla, apo ti ishe vlla, dhe mbaroj, kjo ishte e gjitha. Dhe ai që mbaron atë melodin që ka filluar atje dhe arrin, se ishte një melodi habaliste, thot ai, për me këto nuancat hebre, që unë nuk e di si tingëllon, po është me 4 nota e këto.
është duket sikur ajo piktura e Michelangelos, domethënë Krijimi i Davidit, ajo prekja e Zotit atje nga një brez përtej jetës e përtej vdekjes me anë të muzikës, me një gjë tjetër. Ishte për mua shumë emocionuese. Edhe e bukur që ai shkonte e luna atë vjevimin atje, që pavarësisht djallit, e të ligës, e të keqes, e vuajtjes, e dhimbjes, e vdekjes, muzika u dëgjoi prapë. Dhe zëri i Avrami ishte babai, ky ishte Misha, u dëgjua edhe melodia e tij. Edhe kjo më jep mua që ka shpresë, që ka në që e mira prapë do nga njëjti, se duhet ta besojmë këtë gjë. Që o nga njën e mira, o nga njën e keqa. Dhe nëse ne besojmë që nga njën e keqa, pa hajti bashkohemi. Domethënë, shkojmë atje, shkojmë me fitimtarin edhe të bëjmë ashtu, po ajo që na mban kundra të keqes, kundra asaj është besimi që e mira do triumfojmë. Fund e mira do triumfojmë. Se dhe unë jam që do të thjesht. Simbolizonte dhe atë mbylljen e asaj të bokës me përfundimin e këprës. Mendoj se Dua ta gjej atë, po kërkojmë në YouTube, po sa arrita ta gjej. Po doja ta gjej atë melodinë, nëse e di që ekziston. unë mendoj se sado erë që ti bota prapë njeriu që ushin shpesë për vetes vet. Jo s'do ta gjej shpresën, por do kënaqen ndoshta me gjërat që ka dhe kjo që do t'i sigurojë mjaftoshëm lumturi. Ose si ajo konceri i Bukës që ata kanë me cilin ata kanë jetuar atëherë, ndoshta s'ka qenë ushqimi i fill siç e mësuan ata mësot, por ka qenë mjaftoshëm sa ta mbajnë në jetë, sa ti apo atë forcën, ato kapilarët e vetja ushqim mjaftoshëm sa për t'i gjeneruar gjallë në përvazhduar se curin. Dhe kështu mësoj edhe më shpresën që njeriu që do t'i bëhet jetë vetëm mrekulli dhe me si bote kaq mizerabël sa që ne kemi, ne do jetojmë në mundësitë tona më të mira. Por prapë s'pafi, është ajo drita, që ti do ta gjesh brenda vetes, ndoshta te njerëzit që do, ndoshta tek pasionet tua, ndoshta tek libri, nuk ka rëndësi, diku do ta gjesh dhe kaq mjafton në fundi të shpresës. Ndoshta nëse do të kështu. Kënga Michael Jackson. Shpresa, shiko, unë mendoj te kjo që hebrejt nga ana tjetër si popull, me gjithë këto vuajtjet, që kjo më e madhja është e historisë moderne, po e quaj, të kanë në gen, vinë nga një popull që ka kalu shumë sfida. Edhe në genet e këtyre janë genet e Davidit, e Jakobit, e Abrahamit, e me radhë, gjitha Mojsiu është aty brenda. Edhe të ne shqiptarët, që s'kemi lidhje me ata. Se ne ankohemi shumë tani, por ne harrojmë që ky është një popull që është përplas nga historia shumë keq, domethënë ka pas edhe ka mbijetuar, është gati çudi. Kjo gjuhë dhe ky popull që ekziston akoma janë zhduk popull i jashtëzakonshëm të mëdhenj që kishin bërë perandori e kështu dhe s'kan lënë namën i shanë në fshirë çdo fjalë, çdo gjuhë, ne jemi akoma këtu. Dhe kur gjejmë një përkthyer pa ashtu të pritëm aty, një pasardhës i Gjesh Kastriotit apo kush jeti. E u thon çfarë se ne vim nga rrethana shumë vështira, aty e kemi në genet tona, në gjafun ton atë forcën e brezave. Kështu, kush do ta mbylli? Kemi ne në të fundu? Jo, do doja thjesht nëse mund të merrim disa mendime se për fundin e librit. Se unë shkënjela pak, prisja diçka, Sëri bra. nuk e di pse po prisja. Jo, e di që autori ishte një dramaturg i madh e tjerë, po nuk e di, mendova, do doja të kishte një mbyllje. Thotë kuraja e vërtetë është të pranosh fundin e pashpamsh. Jo, thjesht do doja të kisha një informacion, ndoshta pak më shumë ç'a ndodhi fiksa, atë që po thoshte me ish parë se është një pyetje e madhe. Nuk e di nëse ç'a keni menduar për të mbledhur fundin, ose si të kishte dhënë ju një fund ndoshta kësaj rrjedhës së ngjarjes. Unë vrasë, parëse si jam shpresa në rasti konkret. Ja, ishte totalisht njeriu ka humbur gjithë familjen, gjithë shka të vetën. Praktikisht një gjendje shpirtërore të mirë nuk ishte. Ka shumë herët ishte realisht rasti që si saj zgjidhjet paktën për mua, që jetoj për njerëz që dua. Unë do dojë që atje në New York të kishe taku Elian. Valla shkak. Po dhe mas ka shumë vitesh kishe rastis atje në New York. Kritikët e librit do ta theni. Kjo quhet Deus Ex Machina në gjuhë arti, ku në këto filmat e dobët që pasaj vjen në fund. Ai ikën komplet. Zoti është makinë. Unë nuk e di, fundet e librave
Sepse kjo nuk është një histori fillim mbarim. Këto janë si lloj mozaiku, domethënë ku ai mendoj në fund kishte marrur punë me thënë çfarë kishte dash me thënë me këtë libër. Edhe nuk mendoj që është për mua, vetë nuk është aq e rëndësishme se si disha i plava vdish në gjumë, e vrau veten apo çfarë ishte. Fund fare, është ai fundi i pashmangshëm, ne gjithë shkojmë drejt asaj portës për tej pastaj, shikojmë ç'a ka ndej. Po që ai e la atë, kur la atë ditare, kjo ishte jeta e vetë dhe s'kam një kështu. Është një libër i cili nuk do ta bëjmë në publik se ta bëjmë shumë për ta marrë atë. Është një libër i Solzhenitsynit, që është një shkrimtar brillant rus, është Dostojevski tjetër, domethënë kështu. Ai ka disa, po ka një që quhet disa shumë bukur, Pavioni Kancerozë, siç më dëgjoni nga titulli. Për shembull, që un kam nejtë shumë larg atij libri për vite me radhë vetëm nga titulli. Është një libër jashtëzakonshëm, shumë i mirë, patjetër. Por ka një libër që quhet Një ditë e Denis Ivanovićit. Ky është më i shkupër, nuk është ai tjetri është voluminoz. Dhe Denis Ivanović është një gulak rus, është i dënuar. Atë janë gjithë të dënuar, është step, është ftohtë, është acar, jo ftohtë, domethënë. Ta kanë një punë që duhet mbledhin gur gjithë ditën, merr gur andej, merr gur këtej, kushtet janë jashtëzakonisht këqija dhe ky tregon një ditë që çohen mëngjesi, i hedhin ujë të ftohtë, në la aty, domethënë kështu buk me ngrënë është një ushqim që nuk përshkruhet dot, aq i keq, aq i pa përtypshëm, domethënë, po këta janë të dënuar dhe është vetëm për të vujt, është kam vuajtje atje. Edhe shkon në ngre këtë, domethënë merren gjithë ditën që tregon këtë peripecinë një ditë që mos o zot, domethënë është një ditë shumë e keqe në opinionin e tim. Dhe pastaj në fund shkon shtrihet atje prapë me këta burgosëve të tjerë, ata flenë nga 2 nga 3 shumë me njëri tjetrin, domethënë kështu na parallon drasat e dikujt i ka ardhur pako. Atë ditë. Ky gjatë ditës së ndronë, se kur në vite i pako, më mos ka këshmaqon, për zëjtë. Edhe i kishin sjell buk të i personit, ishin djathë, kastraveca, kështu, edhe nga 5-6 qofte. Edhe ai jep, i gjys qofte e jep këtij. Denis Ivanović, dhe merr qoftën e ha, domethënë kështu edhe aty tregon, o zot, për qofte, domethënë i hapen ato kujtimet, ato gjëra kështu. Edhe thot fundi fare një fjali e tillë është, thot Denis Ivanović ta mbylli syt për të fjetur, dhe sot kishte qenë një ditë e mirë. Kur basi e lexoj që atë janë 130-40 faqe, pasi lexoj po zot çfarë bëhet këtu domethënë, edhe ai thot se kjo ishte një ditë e mirë. Ai mos ta shohë se ti duar flashback në indekse. Jo, gjatë ditës u kënaqej, sepse domethënë gjeti dras. Dhe marrë të drasë, do të bëjmë çik zjarr, e vërtetë ruta të drasën e çifte, se nuk i lejshin ata të bëjnë drasë, i qet drasë, e vërtetë. Edhe se si jep një perspektivë, dhe ai libri jep që prapë jemi po shumë qaraman, domethënë kështu. Ka vazhgrisë rati. Ku di unë, gjëra banale. Ne shumë faleminderit, o kënaqja. Ju premtoj që libri i radhës do jetë libër shumë i bukur, por nuk do ketë asë lokal, Me fund lukë. do mundet gjej një libër që nuk vdes asë njëri. Ja. Duhet, sa dhe pak dram duhet.